Ditën e djeshme, brenda shtëpisë së Big Brother, ka ndodhur shumë drama. Megjithatë, ajo që ka tërhequr më shumë vëmendjen e publikut ka qenë pikërisht ajo mes Stelinës dhe Caseyt, dhe një të tretë, e cila ishte Ina. Për ata që nuk e kanë parë, dje Casey i ka bërë një surprizë Stelinës duke kërcyer të dy bashk. Në momentin që ka dashur ta puth, ajo është stepur dhe ka thënë që duhet të mendohet edhe pak. Megjithatë, një orë më mbrapa, Big Brother i dha një avantazh Stelinës për të hapur kutinë e Pandorës. Ajo vendosi të hapte dhe me të vjen një e mirë dhe një e keqe. E mira për Stelinën ishte që të merrte vesh se çfarë ka bërë Casey këto ditë që ka qenë jashtë shtëpisë, dhe në video duket që ai po puthet në një klap me një vajzë bjonde. Ndërkohë, e keqja e Stelinës, që vjen nga hapja e kutisë së Pandorës, ishte që duhet të bëjë një konkurrent i vetëm, së bashku me banoren e re që do të futet brenda shtëpisë. E ndonëse të gjitha menduan, në momentin kur Stelina shkoi në dhomë për të parë banoren e re, ishte pikërisht Ina, arsyeja pse ajo dhe Casey janë ndarë, që në emisionin e përputhen. Situatat janë tensionuar shumë dhe të gjithë banorët kanë dhënë mendimin e tyre. Kanë qenë pikërisht Lore dhe Stelin, ata që kanë mbajtur një qëndrim të ashpër që në hyrjen e Inës. Megjithatë, duket se Ina ka ardhur për lojë dhe nuk po i merr seriozisht asnjë koment të banorëve. Ndërkohë Stelin duket shumë e prekur dhe ka ofenduar Caseyn shumë rënd, dhe ka thënë shqyr që nuk e ka puthur në atë moment, pasi do të ishte torturuar shumë. Nuk dihet se si kjo marrëdhënie do shkojë, megjithatë Casey uron që ai të lidhet me Stelinën, ndërkohë që refuzon të kërkojë asaj falje për këtë reagim. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit!